Fiks 3 muaj pas vendimit të gjykatës së apelit që vërtetoi verdiktin e gjykatës themelore të Prishtinës për anulimin e planit zhvillimor komunal të Ferizajt, kryetari Agim Aliu ka nisur procedurat për shfuqizimin e tij. Nisja e procedurës pason kërkesën me letër të qytetarit Imri Aliti, të cilit drejtësia i dha të drejtë pas ankesës se komuna kishte shkelur të drejtat e banorëve të rrugës Astrid Bityqi gjatë hartimit të planit zhvillimor komunal më 2017. Megjithse pozitë e opozit janë pajtuar dhe e kanë kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa kërkesën e Aliut për shfuqizimin e PZK-s, ka pasur akuza të drejtë për drejta e të tërthërta për mënyrën e dhënies së lejeve të ndërtimit herë me PZK e herë me ligjin për ndërtim gjatë 2 mandateve të qeverisë lokale të Aliut. Debati është zhvilluar ndërmjet Brahim Osmanit të vetvendosjes në opozit dhe Xhavid Zariqit të AK-s dhe Arjan Imerit të PDK-s në koalicion. Se ka ndërtesa që nuk mund me hi asnjë fiksat as ambullantas të kryesuesit të qytetit. Po. Nuk po del grupi parlamentar, nuk ka thonë asnjëherë në lutë që ne na kundër ndërtimeve. Jo, nuk jena kundër. Ja, veç jeni kundër ndërtimeve, kundër biznesit. Pa ka ndërtesa që nuk kundër zhvillimit, kundër zhvillimit. A ka ndërtesa që nuk e plotësojnë kushtet. Po kjo punë dihet kush si kush po tregojnë rastin. Po ko shumë. Tregon atë, tregon atë. Po tregon atë. Çe për mbroma që sërë. Nuk janë dhe aty kushtet me të merë dërgonet. Po, kresu, veshnimin. Nësë ban propaganda. Jo, po dëni me dojnë, të thonë që vetë nëse kundër ndërtime. Jo, nuk jena kundër. Nësë po dojnë, jo po dëni. Nuk, moni më na qitë jo për planoni që ka ndërtesa që nuk e plotësojnë kush. Ja, nuk e dim na. Jo, nuk e dim nëse ka në të mirë dërgonet, nësë kemë. Ndërkohë Flamuri Strefi, LDG-ja të cilit e kishte hartuar dhe aprovuar PZK-n kundërthënëse bashkë me votat vendimtare të PDK-s më 2017, ka thënë pa përmendur emra se ky plan është abuzuar nga ndërtues të lidhur me pushtetin, duke uzurpuar edhe pronën publike. Njëjtë si kolegu im parafolës, mendoj që është degraduar ky qytet me ndërtimet që mbo pa planifikim. Mund me ikë në temës me thonë që është zhvillu qyteti, po në fakt është zhvillu, po ndërtimet që nuk kemi kundër ndërtimeve, po kemi ndërtim të cilët janë pas 1 metër katror gjelbrim. Kemi ndërtim që pronën komunale kanë shfrytzuar për vijë ndërtimore. Tash janë të ndërtuar objekte që janë të bënë një gjë të tillë. Edhe mendoj që duhet me pas përgjegjësi për këtë punë. Që nga qeverisja jonë, edhe këto 8 ditët që kanë kaluar. Duhet me pas njerëz përgjegjës për këtë degradim që ka ndodhur. Edhe organizata jo qeveritare Avonet i kishte kërkuar më para Aliut dhe koalicionit të tij që ta shfuqizonte PZK-n aktuale, por nën kryetari i Ferizajt Lulzim Aliu kishte përsëritur disa herë se gjykata kishte marrë vendim vetëm për procedurën para miratimit të PZK-s në Kuvendin Komunal më 2017, por jo edhe për planin e tërësi. Tani shefi i tij, kryetari Agim Aliu, ka qëndrim krejt të ndryshëm prej drejtorit të tij të urbanizmit në mandatin e kaluar të qeverisjes së Ferizajt. Drejtori aktual i urbanizmit Arbër Bityqi ka thënë edhe sot se PZK-ja ka përcaktuar vetëm destinimin e tokës, por se lejet e ndërtimit po vazhdojnë të jepen duke u bazuar në ligjin për ndërtim. Komitetet dhe gjithë kuvendit janë mbështetës për hartimin e dokumentit të planit të ri zhvillimor komunal, po shpresojmë shumë që të jetë një plan më i mirë se sa këtë që kemi pasur deri më tani. Komuna tashmë ka nisur procedurat për hartimin e planit të ri zhvillimor komunal.